kompanitë cilat merren me këtë lloj shërbimi sigurisht që janë të licencuara me gjithë standardet më të mira profesionale për sa i përket këtij lloji shërbimi. Jo, shiko, ajo kompani kemi ne standard ligjor nga Emiratet. Ato kompani janë të licencuar në standarde globale. Po kamera po vendosen. Të lutem, unë ngritën 2 pikë pyetje, 3 pikë pyetje. Jo, ishin 10 pikë pyetje, nuk ishin 3 pikë pyetje. Po nuk i intereson publikut kjo gjë, besoj tani se nga vinë kamerat. Jo se nga vinë kamerat. Tani, intereson se kjo është siguri apo është kontroll? Mund ta ndajmë pak në bashkë për çfarë po vendosen këto kamera? Është siguri apo është kontroll? Nëse merret një model jo demokratik, ke parasysh që kanë xharin koksin në Arabi Saudite. Shqip. Ke marrë model nga Arabia Saudite. Atë lloj sjellje do kesh me kamerë. Jo më shërbimi. Kamerat Smart City, nëse Erioni nuk çdo merret model Arabia, merret Gjermania dhe Anglia. Kamerave që Erioni është në kërkim, kamerat nuk e kërkojnë. Nuk e kërkojnë. Në momentin që fytyra e Erionit vendosen në databazën e kamera, bëhet face detection dhe ajo kap gjatë gjithë kohës, Erioni u kap në rrugë Durrësit. Po kërkon vetëm Erionin, nuk kërkon Ornelen që nuk është në kërkim, nuk fotografon që Ornela nuk e regjistron Ornelen. Qartë. Dhe t'ja për rastin para 2 javësh në Britaninë e Madhe, kishte ndodhur një gabim, sepse këto thuan që këtë tani gabimin. Sistemet biometrike kanë një prediction mode për modelet parashikuese, për njerëzit me ngjyrë të bardhë, apo i daj me ngjyrë të bardhë, kanë gabim vetëm 2%. Ne aziatikët kanë 10%, kurse njerëzit me ngjyrë afrikanët, të zindë, kanë marrë gabimi 30%. Çfarë kishte ndodhur? Një programues nga San Francisco kishte shku në Londër dhe mbas 2 ditësh ishte arrestuar sepse fytyra e tij ishte ngjashme me një person që ishte në kërkim prej 12 vjetësh. Qartë. Ishte arrestuar, por ishte liruar mbas 10 orësh. Do me thënë, nuk mund t'i besohet kamerave. Jo, mund t'i besohet. Shiko, çdo lloj shërbimi ka problematikat e vetë. Pa kamera jemi, na shkelin privatësinë për ditë, lokali, rrotull, tjetri, pa kamera jemi mbi mbushur me kamera, lokale. S'mund të kenë këto një filtr që të ketë akses shtetit ty drejt për drejt, pse duheshin këto miliarda? Pse krahasove çfarë me Arabinë Saudite? Çfarë bëhet keq aty? Dhe çfarë duhet marrim të keqe nga aty? Nuk është etaloni i demokracisë, kaq. Nuk është etaloni i demokracisë. Nuk është një vot i lirë. Se do marrim në Arabinë Saudite ta fosi orën kryeministit më keq se s'na i ka futur. Ne nuk po marrim modelin atje. Pra, nuk është siguri, është kontroll. Se morën nga Gjermania, më zotë. Po e njëjta gjë më se ka. Po jo më vëlla, merren nga Gjermania me gjithë modalitetet. Po jo, po tash jo. Po sistemi e rëndësishme është që sistemi të jetë i kontrolluar, të jetë i licencuar dhe të jetë i mbrojtur. Sepse unë jam dakord që këtë sistem mos ta merreshim nga mbrojtur serveri aty ku ndodhet zakonisht. Janë vende jo miqësore me ne, pak për shembull po them mos ta merrem nga Irani. Se dhe Irani ka ato... Tani me këto kamerat e vendosur... Duhet marrë nga një vend i NATO-s, sepse përbën dhe element të sigurisë. Nga një vend i NATO-s, duhet marrë që është vendi certifikuar, dhe të marrës gjithë certifikimet e NATO-s, të marrës gjithë kodet e sigurisë NATO-s, dhe le të vendoset me densitet, me numër, me qëllimet që do montohen. Integritet njerëzit që do jenë mbrapa sistemit. Kjo është problem tjetër, pastaj që duhet punuar, por shiko, ne nuk mund ta lëmë avancimin, teknologjinë dhe përdorimin, marrjen e disa shërbime shumë të mira, për shkak se mendojmë që s'do kemi njerëz. Ne, se nisa për t'ja thënë shpar profesorit, sa kemi ne raste zbulimi të ngjarjeve të rënda që pa shërbime këtyre kamerave lokaleve, shërbime të kamerave bizneseve, nuk do kishim arritur të gjenim autorët, kush ishte autori i veprës.